veç se përdu me dalë dikun tjetër. Na jemi një shtet, na jemi një shoqëni, e cila nuk i besojnë institucionet dhe shpesher qomin ka me marë drejtësin durët e tona. Dhe kjo është shembull i më i mirë që mundet më thonë qytetarëve, okay, vazhdoni ju sepse institucionet e drejtësisë nuk kanë me kanë zot me kry punën e tyre. Na jemi dëshmitar pafund vrasjeve të grave për shkak se nuk kanë vepruar institucionet e shtetit. Çka më thonë unë grave për këturit? Çohuni marrën drejtësinë durët juve, se s'pas kemi shtet. Jo, po s'pas kemi shtet, sepse zoti Kurti që 4 muaj shkon me dhënë në intervistë. Kemi praktika Leo, se këta duhet të cek gjithçysh. Kemi praktika të krerëve në shtete të ndryshme të cilët kanë pas raste të korrupsionit dhe janë intervistuar në zyret e tyre. Kemi rast Benjamin Netanyahu në Izrael. Është rast korruptiv. Ka shku, prokurori e ka intervistuar në zyren e tij. Në gjendje lufte. S'ka lidhje. Është kështu. Okej, Bill Clintoni. Gjendje lufte, gjendje zakonshme. Sarkozy është intervistuar në zyren e tij, ka qenë kryeminist. Edhe Sarkozy. Sheni rastet për Jo, ka qenë ish-kryeministri i Italisë. Ka qenë ish-kryeministri i Italisë në zyren e tij është intervistuar. Nëse ti po e din çfarë është zoti Kurti dhe po do të më fitu poena politik. Edhe po të në gjithësysh me marrë, dush me marrë dëshmin e ti. Bëje heshtur azit, s'ki nevoj me qitë publikisht. Shko dhe në zyrën, qoftë edhe intervistoje edhe që i rastin për para. Nëse ti nxjerr dëshmit e duhuna për korrupsion, atë shko dhe arrestoje edhe zotin Kurti, edhe gjithë kush ka qeni përshim në këtë rast. Po, nuk ka pas nevojë të prokuroria me bë, sepse si duket edhe prokuroria ka dashur me nxit një lufte publike këto. Edhe përgjigjja që e morëm sot për prokurorisë shtetit tregon që ata janë një lufte ballë për ballë me zotin Kurti. Nuk kemi nevojë për luftë mes institucioneve të vendit tonë. Nëse zoti Kurti duhet më shku me dëshmu, ai është dashur me kanë atje edhe para zgjedhjeve. A është puna me arrestu? Edhe me arrestu. A është puna me ndalu? Edhe me ndalu. A është nevoj me quhet dhe një muj dhe... Jo më arrestohet, pëse nuk arrestohet? Jo më arrestohet, atër mos i qoftë teseq. Nëse te edhen që nuk mundesh me arrestu, nuk mundesh me marë intervjist për e ti, mos i qoftë teseq ose që shko në zyren e ti. Për shka që thjesht. Spore, unë pominaj që sjellja e Albin Kurtit është edhe pa mend, edhe pa vend, edhe absolutisht është e pashmakshme dëshmia ti përkatësisht paraqitja ati në prokurori, pavarësisht nëse refuzon me dëshmu ose jo. Pra është diçka e pashmakshme. Kurti mundet mas të pëlqy, po është e domosdoshme, edhe si e tillë nëse është e domosdoshme, nuk ka zgjidhje tjetër përpas më paraqit, e pastaj mundet me vendos apo do me dëshmu apo jo, dhe aty rrezikon atë dënimin me deri në 1 muaj burgim ose jo, nëse nuk dëshmon. Po, aspekti i dërgimit, unë po e them me qasë sa di edhe qasë sa kom po dhe i tash. Edhe profesionalisht. Policia e Kosovës, jo që ka kapacitet, po këtë pun e kryen për mrena minutash, momentin kër e merë unën për gjykatës. Mbrojtja e afërt, policia e runë zotin Kurti, si kërsa dhe tjetë. Mbrojtja e afërt nuk ka as autorizim, as nuk guxon me pengu. Nuk guxon me pengu. Absolutisht jo, sepse është pengim, mbrojtja e afërt, te gjipi i kryeministit. Absolutisht nuk guxon me pengu. Mbrojtja e afërt mundet më kujdes vetëm për rrezikun e tij fizik, jo nga institucioni i shtetit, që është policia e cila ja dërgon urnën për gjykatës. Absolutisht është pengim direkt i një procedure penale cilën policia s'guxon me bo. Pavarësisht që është mbrojtës. Po dhe? Po, cilat janë autorizimet dhe mbrojtjes afërt? Me pengu veprën procedurën penale, ban vepër penale. Ka specifika shumë. Ban vepër penale, veç ta përfundoj. Ban vepër penale, çfarë do lloj pengimi. Tash, ideja e procedimit dhe atje, mos harroni, vetë sepse këto 2 persona janë të rëndësishëm, po ashtu sikur se zoti Kurti. Është Rozeta Hajdari dhe Ridvan Muharremi. Të 2 janë paraqit në prokurori, dikush ka fol e dikush nuk ka fol, dhe kene avokatin e zotit Ridvan Muharremi, i cili në të shtatë verës e ka paralajmëru që është e domosdoshme kryeministri Kurti mu marrë në pyetje. Pra edhe shoku vetë po e kërkon kryeministrin mu marrë në pyetje ose me dëshmu për atë rast. Te gjykata, rasti edhe po e them hapur, gjykatësi
Valon Kurtaj, është gjykatësi që e ka rastin Bonskës, është gjykatësi që ka lëshu flet arrest ndërkombëtar për Radojqiqin. Dhe në rrethet ose në qarqet e gjyqësorit Kosovë, llogaritet si një prej ma profesionistëve në Kosovë. Prandaj, këtu nuk ka palë edhe qasja që këtu ose s'pëdu mu konë asane, askne, është për mu e papranueshme. Për shkak se këtu ka ligj, edhe ndaj ligjit nuk ka palë. Nuk është as aspekt politik, as aspekt personal, ose aspekt keqësisht juridik. Nuk është çështja e prokurorit më, po çështja e gjyqësorit. E sistemit. Jo që ka çu ftesën që duhet më paraqit. Absolutisht, tash gjyqësori ose gjykatësi e ka dhënë urdhrin në paraqitje. Dëshmitarin këtë rast Kurti duhet mu paraqit. Pastaj është pjesë deri rrezikon me shku deri në 1 muaj burgim, nëse paraqitet edhe refuzon me folë se leje më nëse... Po, këtu po du me dollë, Leo, sepse unë mendoj që edhe koha, tajmingu lidhet me këtë pjesë. Nëse zoti Kurti në cilën do moment, në javët e ardhshme, arrin me marrë 1 muaj ditë burgim, realisht është blokim i ndërtimit të institucionit të Kosovës, o mbi gjitha blokim i ndërtimit ose konstruimit kuvendit të Kosovës, e cila është arma e vetme politike e Kurtit që mi shty krijimin e institucioneve edhe me çu Kosovën zgjedhje. Mundet me shku në mbajtje? Absolutisht, me këtë trend të sjelljes është e pashmakshme mbajtja. Dënimi deri në 1 muaj, është i pashmakshëm. Është kryeministër Sabat. Po pra, edhe kjo, po më harroni se prej shumë konspirative po duket. Jo është procedurale, heq konspirative. Me shku njëri në burg për me shtu informimin e qeverisë. Jo, dhe që ka normale si opozitë. Prej, gjatë kësaj jave, llogaritën që certifikohen rezultatet, apo? Një ditë para certifikimit, qeveria jep dorëheqje, sipas ligjit. Dhe prej ati momenti është qeverinë detyrë. Prandaj, zoti Kurti prej ati momenti është i certifikum deputet. Dhe për me dhonë betimin, është procedurale, nuk është heq konspirative, për me dhonë betimin në parlament, vetë vendosja, tash është vlerësim e ave mëret në anë, zdojna me konë aty, se për na bojnë qëto. Edhe shtyjet procesi. Kjo vetëm është tjetër një përshtypje, se u zatëm shumë në këtë pjesë. Zgjedhjes kryetarit. Të dëgjojmë rinjë. Ka një kontradikt mes asaj që ka Kurti, do të thotë ka promovu vazhdimisht viteve të fundit, edhe këtu edhe në forumet ndërkombëtare dhe sjelljes së tij në raport me gjykatën. Ai vazhdimisht edhe